Kuriozitete për mjeshtrin e madh Leonardo da Vinci. Kishte një shkrim të veçantë dhe të pazakonshëm. Leonardo përdori një shkrim të pazakontë, spekulativ, domethënë shkruante nga e djathta në të majt dhe shpesh fillonte të shkruante nga faqja e fundit dhe më pas arrinte në të parën. Disa e kanë interpretuar këtë veçori si një metodë për të fshehur dhe bërë shpikjet dhe sekretet e tij më të padëshifrueshme, gjë që nuk ka gjasa sepse Leonardo do të kishte shpikur kode shumë më komplekse. Ndoshta ishte thjesht mënyra e tij e natyrshme e të shkruarit. Ai dinte të përdorte kaligrafi normale, por me vështirësi dhe vetëm nëse ishte domosdoshme, siç bënte për shembull në disa harta topografike. Nuk është rasti që Leonardo s'ia shkruanin të tjerët mesazhet dhe letrat e tij të prezantimit. Një ide ende e prapur është se Mona Lisa u vo dhe u dërgua në Louvre nga Napoleonët. Ishte vetë Leonardo ai që e mori me vete në Francë kur mbreti Francesku i pagoi 4.000 skuda ari. Në të vërtetë, në vitet e fundit të jetës së tij Leonardo u bë piktori, inxhinieri dhe arkitekti i parë i monarkut francez. Trupat napoleonike morën pa i kthyer kurrë disa dorëshkrime të mjeshtrit të madh. Ai ishte një vegetarian i bindur. Leonardo kishte një dashuri të pakufishme për kafshët. Thuhet se ai shkonte në tregje për të çliruar zogjt, gati për të shitur nga kafazet e tyre. Do të vijë dita kur vrasja e kafshëve do të konsiderohet si ajo e qenieve njerëzore, shkroi Leonardo, duke drejtuar jetën dhe dietën e tij në këtë filozofi thjesht jo të dhunshme. Burimet e kohës na e përshkruajnë këtë gjeni si një burr të pashëm, 1.73 metra i gjatë dhe i sjellshëm. Në pleqëri, Leonardo da Vinci vizhej ende si i ri, me rroba të shkurtra dhe shumë ngjyrshë, mante mjekër dhe flokë të gjatë, gjë që ishte shumë e pazakontë. Për bashkëkohësit e tij, ai duhet të jetë dukur një person i çuditshëm dhe për këtë arsye nuk është për t'u habitur që krahas admirimit të madh ai mori edhe shumë shpifje. Leonardo ishte djali i palishëm i fshatares Caterina dhe i Sir Piero da Vinci, një noter i respektuar, i cili i njohur mirë në qarqet fiorentine, rreth vitit 1470, e shoqëroi Leonardo në një nga punishtet më të rëndësishme të kohës, atë të Andrea Verrocchios. Në kodin e famshëm Atlanticus ka një vizatim të një personi të varur nga duart e tij në një lloj parashute në formë piramide. Në vizatim Leonardo saksoi se me këtë instrument mund të lëshojë nga çdo lartësi duke ulur gjithmonë i sigurt. Gjithashtu, në Codes Atlanticus, midis shpikjeve të shumta gjejmë edhe një makinë për të bërë makarona në shtëpi, e përcaktuar nga mjeshtri si një makinë e madhe e aftë për të bërë atë që ai vetë e quan vargu ushqimor.